Vlora ka nisur këtë të martë zyrtarisht sezonin turistik të lundrimit detar drejt ishullit të Sazanit dhe gadishullit të Karaburunit. Qindra turistë vendas dhe të huaj kanë mbritur në qytetin bregdetar për të shijuar bukuritë natyrore dhe historike që ofrojnë këto dy destinacione unike. Anijet turistike janë gati për të përballuar fluksin e vizitorëve, ndërsa autoritetet kanë rritur masat për sigurinë dhe menaxhimin e turizmit detar. Ekskursionet përfshin ndalesa në gjire të kristalta, vizita në ishullin ushtarak të Sazanit dhe eksplorime në parkun detar të Karaburunit, një nga zonat më të mbrojtura dhe të pasura me biodiversitet në Shqipëri. Operatorët turistik raportojnë interes të lartë, ndërsa kjo pritet të ndikojë pozitivisht dhe në ekonominë lokale të Vlorës gjatë muajve të verës. I shpallur në vitin 2010, Park Kombëtar Detar Karaburun Sazani është i vetmi i tillë në Shqipëri. Parku ofron atraksione të shumta natyrore, kulturore, historike dhe turistike. Tani zona mund të vizitohet nëpërmjet udhëtimeve ditore që zhvillojnë operatorët turistik që nisen nga porti i Vlorës. Kjo ofron mundësi reale për të vizituar parkun dhe ofruar një ditë ndryshe në gjirin e Vlorës. Ndërkohë, sipas autoriteteve portuale, për të kryer këtë aktivitet janë licencuar 16 anije turistike, ndërsa operojnë dhe qindra gomone dhe skafre.